Marques. Çfarë performancë pati lojtari më i mirë i gjitha kohërave pa dyshim. Argentina është në finale të Kupës së Botës miq. Edhe një herë tjetër Messi është aty dhe pati themi ishte njeriu kryesor që e udhëhoqi rikthimin e madh të Argentinës. Dhe është më i lumtur se kur më parë, shikojeni Leo Messin. Çfarë asistimi bëri te goli i dytë i Lautaro Martinez. Ka më shumë se 10 minuta që ka përfunduar ndeshja, por të gjithë shkojnë dhe e përqafojnë më të madhin në histori të futbollit. Leo Messi. Festojnë Argentinasit. Shikojeni me çfarë pasioni, me të vërtetë e merituan rikthimin sepse e deshën më shumë vitorën se sa Anglia. E shikojeni anglezët në anën tjetër të dëshpëruar. Shkojnë për të përshëndetër tifozët e Anglisë. Lamine Yamal kundër Leo Messit do t'jetë finale e madhe të dielën në New York. Legjenda e Barcelonës, dhe njeriu që po ndjek hapat e legjendës, Lamine Yamal. Mira, sacale una foto, León para Inglaterra con el culo roto. Njeriu që në golin e fitores.